Erdhi në Prishtinë ku pa u ngushtuar hiç, tha se shteti i tij nuk e ka ndërmend ta njohë Kosovën. Por shefi i diplomacisë greke, Stavros Lambrinidis, tha megjithatë se mbështet rrugën evropiane të vendit tonë. Qëndrimi i Greqisë sa i përket Kosovës nuk ka ndryshuar dhe është mjaft i qartë. Unë jam sot këtu që të siguroj që do të qëndrojmë pranë popullit të Kosovës dhe ne do ta mbështesim rrugën evropiane të këtij vendi. Këto komente ai bëri pas takimit me kryeministrin Hashim Thaçi, me që rast kërkoi që problemet që Kosova ka me Serbinë të zgjidhen me dialog. Dialogun mes Prishtinës dhe Beogradit është i një rëndësie të madhe. Dialogu mund të zgjidhë shumë çështje në rajon. Çdo mënyrë tjetër është e rrezikshme dhe Evropa nuk e mbështet atë. Pra ju rekomandoj që të fokusoheni në rrugën e dialogut. Tha që megjithatë nuk foli për dialog, por për ata që nuk e njohin ligjin e veri, për të cilët tha se do t'i kap drejtësia. E sa për njohjen nga Greqia, tha që nuk pati shumë çka të thotë. Kërkesa jon për njohje është gjithmonë në fuqi, por vendimi është sovran i Athinës dhe ne respektojmë vendimin e Athinës. Kryeministri shfrytzoi këtë rast të ftoi investitorët grek për investimet e reja në Kosovë, por duket se për këtë ka nevojë të krijojë atyre kushte më të mira, duke nisur nga ajri i kondicionuar. Okay, put your private eye.